Last July, sea temperatures surged past 30 degrees Celsius, turning this once productive bay for mussels into a lifeless zone. Industria e kultivimit të midhjeve në Greqi është në kërcënim serioz pasi temperaturat rekord të larta të detit verën e kaluar shkatruan gati 90% të korrave në gjirin termaik. Urat e ngrohta dhe të cekta të gjirit termaik fshehin një katastrofë në rritje për fermerët vendas. Korrikun e kaluar, temperaturat e detit u rritën mbi 30 gradë Celsius, duke shndruar këtë gjit dikur produktiv për midhet në një zonë të pajetë. Në fshatra si Çalastra dhe Kyminia, qindra fermerë tani përballen me një të ardhme të pasigurt. Vapa e vitit të kaluar vrau gjithçka, farën të korrat gjithçka, vetëm në këtë zonë humbën 100%. Asnjë të ardhur, asnjë të ardhme, tha Kristor Bakalis, një fermer midhesh i gjeneratës së katërt. Shumë fermerë të tjerë po shohin që mjetet e tyre të jetesës po u zhduken, ndërsa shkencëtarët kanë paralajmëruar për vite me radhë se ndryshimi i klimës do të ngrohë ujërat e Mezeut. Pak veta prisin që ndikimi të vinte kaq i fortë dhe kaq i shpejt, sidomos gjatë 4 viteve të fundit midhet kanë pasur vështirësi të rriten me metodat që kemi përdorur gjithmonë. Ardhmja e kultivimit të midhjeve është bërë jashtëzakonisht e pasigurt, tha Vasilis Anastasio, një kultivues midhesh dhe iktiolog. Gjiri termaik dikur furnizonte një nga industritë kryesore të midhjeve në Evropë. Megjithatë, nxehtësia e verës së kaluar i ngriti temperaturat e detit aq lart, sa midhet nuk kishin asnjë shans për mbijetesë. Pas një far të mbetur për të rritur përsëri, kriza e midhjeve shkon përtej shkallës lokale. Greqia eksporton gati 20.000 ton midhje çdo vit dhe tani gjithë ky zinxhir është në rrezik. Qeveria greke ka pranuar shkallën e dëmit dhe tha se po punon me institucionet evropiane për mbështetje të mundshme. Pas një lehtësimi ende në horizont dhe me sa duket detet po bëhen vetëm më të ngrohta, shumë kultivues të midhjeve kanë frikë se jetesa e tyre tani është shkatruar plotësisht. For local farmers. Last July, sea temperatures surged past 30 degrees Celsius, turning